Mendoni se sa çështje ka në arenën kombëtare, konflikte të shumta që ka. Njëra prej tyre është edhe Shqipëria, duke krahasuar pra situatën alarmante në Shqipëri me atë të Ukrainës, e cila është në luftë, me atë të Venezuelës, të cilën e dim tashmë edhe reagimin e presidentit Trump ndaj narkotrafikut dhe ndaj një presidenti diktator, narkodiktator, pra siç është Maduro. Njëjtë me Shqipërinë, me një narkoshtet e përmendur pra edhe nga sekretarja e përgjithshme, evidentuar situatën në bazë të rezolutës, e cila u mbështet edhe nga EPP-ja, u votua pra edhe nga EPP-ja, pra është pjesë e CDI-s, po meqense EPP-ja është antare dhe u votua, pra edhe EPP-ja ka endorse, e përmendur dhe në qëndrimin përfundimtar nëpërmjet sekretares së përgjithshme, e cila ngre alarmin e asaj çka po ndodhte pra në Shqipëri dhe lidhjen e kësaj qeverie me krimin apo me fenomenin negativ të pastrimit të parave dhe me mbështetjen që EPP-ja do japi për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne patëm dhe një takim bilateral me sekretaren e përgjithshme të EPP-s, Dolores Monserrat, dhe me drejtorin për marrëdhëniet me jashtë të EPP-s, Patrick Voller, diskutuan për gjitha këto çështje, po edhe për çështje të tjera, dhe sigurisht i kërkuam edhe një herë një mision faktmbledhës sa më parë, i cili është miratuar, mbetet vetëm është premtuar, është miratuar, mbetet vetëm data që të dakordsohet dhe do jetë edhe më shpejt se sa ishte planifikuar nga EPP-ja, sepse ajo çka po ndodh në Shqipëri, qoftë me parlamentin që i mohohet opozitës çdo hapësirë llogaridhënie, çdo mocion me debat, çdo interpelancë, hearings, pra çdo gjë, çdo hapësirë që ka opozita po i mohohet. Ndaj kemi krijuar dhe foltoren deputet parlament qytetar. Pra EPP-ja ka rënë dakord që ky mision faktmbledhës të organizohet edhe më shpejt se sa Pra ç'ishte mund të themi që PD-ja nuk është më e izoluar në rend ndërkombëtar. Absolutisht jo, përkundrazi, çdo ditë më shumë po gjen mbështetje edhe më të madhe dhe çdo ditë më shumë të gjithë ndërkombëtarët, edhe ata që mbyllin syt, duan të mbyllin syt, siç ndodh me diplomat në Shqipëri që nuk kanë qef që të dëgjojnë narkoshtetin, nuk kanë qef që të dëgjojnë për narkoshtetin, apo për rreziqet që ky narkoshtet, pa e kuptuar që ky narkoshtet do kthehet shumë shpejt, do plasi bomba, sepse mund të ketë dhe anëres nëse vazhdon i tillë, apo nëse ka mbështetje të pakushtëzuar ndaj ndërkombëtarëve, nuk po e kuptojnë që ky rrezik shumë shpejt do bëhet rrezik dhe për ta, dhe për ekonomitë e tyre. Teksa flasim për mbështetje ndërkombëtare. Dhe tjetri i radhës do jetë javën që vjen në Washington tek forumi IDEUS. Teksa flasim për këtë mbështetje ndërkombëtare, duket se brenda radhëve ka kundërshtime në Partinë Demokratike, rasti i fundit që është bërë mediatik, mbledhja e kryesisë së zgjeruar në Kamës, ku ju keni qenë dhe prezente, ka pasi debat mes një antare dhe zotit Noka, por nga ajo çfarë është transmetuar nuk është e qartë se çfarë ka ndodhur. Ju keni qenë prezente dhe do një sqarim nga ana juaj përse ishte debati me zotit Noka dhe zonjës Anila Aliaj, e cila tashmë pohon se është përjashtuar nga grupet e njoftimit të Partisë Demokratike dhe ishte mbyllur dera në këtë parti. Kjo është një ngjarje krejt normale. Debatet brendshme ka çdo parti, ka edhe në Partinë Socialiste, edhe në Partinë Demokratike, edhe kur nuk ka çimka apo spiun të futur për të bërë këto video që në fakt e shtrëmbërojnë edhe atë çka ka ndodhur, debatin real që ka ndodhur. Ndaj ju pyes cila është vërteta e debatit. Sepse është vetëm një 5 sekond. Një 5 sekond është një debat normal. Në kushte ku jemi në vitin e 13 të opozitës, padyshim, mbas humbjes së zgjedhjeve, në fakt jo humbjes, po vjedhjes së zgjedhjeve apo organizimit të zgjedhjeve fars, do ketë debate, nuk ka asgjë të çuditshme. Pra, dhe më shumë do shihni edhe në mbledhje të tjera, sepse sigurisht
narkoshteti do organizohet për çuar spiun, si që shoj në këtë mbledhje të Kamzës, njerëz që nuk kanë lidhje fare me kryesitë apo me kryesitë e zgjeruara, që do futen vetëm për të marrë një 5 sekondë apo 2 sekondë për ta nxjerrë, për ta bërë lajm. Dhe bëhet lajm një debat që është normal dhe duhet ketë debate në strukturat e një partie që pretendon të jetë demokrate, ku mendimi është i lirë, ku qytetarët janë të lirë për të folur, apo jo, në ndërkohë që qohen spiuna për të filmuar dhe për të nxjerrë, dhe ky bëhet lajmi, bëhet lajm kushtetusja për Belinda Ballukun. Sa media kanë folur për atë çka ka ndodhur dje për Belinda Ballukun? Dhe sa, unë nuk e kam parë këtë të Anilës. Jo, e kam ndjekur shumë mirë. Lajmi i parë ishte Anila, një debat normal në një parti. Nuk ishte Belinda. Belinda mund të ishte lajmi 7 apo 8, që është çështje shumë e madhore, sepse Belinda Balluku është e para e zëvendës kryeministra. Dhe ministre fuqi plot, ju dhe unë e dim shumë mirë, e cila është pezulluar sepse Rama refuzonte që ta shkarkonte, kjo refuzonte se e ka ndor Ramon që të jepte dorëheqjen, dhe ka pezulluar kur ka ndodhur në politikën shqiptare që ta pezulloj, të pezullohet një zëvendës kryeministre, numri 2 i qeverisë, sepse refuzon të japi dorëheqjen. Ku ka ndodhur që ky kryeministri që pretendon që ka investuar apo që thot që kjo drejtësia e re është falmeje, këto thot Rama, ti shkoj ndesh vendimit që ka marrë kjo drejtësia e re apo jo. Pra nuk u bën lajm i parë ajo që ka ndodhi në gjykatën kushtetuese, por u bë lajm Anila. Jo më është debat normal, dhe shumë mirë që ndodhin këto debate. Është përjashtuar zonja Aliaj? Nuk është përjashtuar zonja Aliaj.